Flamurtari do të ketë tashmë trajner të ri. Oltion Kërnaja është zyrtarisht trajneri i Flamurtarit, i prezantuar gjatë kësaj tenteje nga klubi i futbollit. Trajneri 37 vjeçar përfaqëson një profil të ri në futbollin shqiptar, por me një eksperiencë që është pasuruar ndjeshëm vitet e fundit. Ai drejtoi si trajner i parë Partizanin gjatë sezonit 2025-2026, ndërsa më herët ka qenë trajner i Partizanit B. Gjithashtu Tropojani ka punuar si zëvendës trajner te Laçi dhe Kuksi, duke fituar përvojën pranë stafeve teknike të klubeve me pretendime në superiore. Karriera e tij përfshin edhe eksperiencat e Valbona, Luzi dhe Tërbuni, skuadra ku ka treguar aftësi në menaxhimin e grupeve dhe zhvillimin e futbollistëve të rinj. Gjatë prezantimit këtë tente, klubi i futbollit Flamurtari i uron mirëseardhjen trajnerit të ri Oltion Kërnaja, me besim te puna, përkushtimi dhe vizioni i tij. I urojmë shumë suksese në drejtimin e skuadrës sonë dhe arritjen e objektivave të përbashkëta. Mirë se erdhe në familjen Kuqezi Oltion, thuhet në njoftimin e klubit të futbollit Flamurtari. Tashmë Kërnaja do të ketë me vete edhe stafin e tij teknik, ndërsa pritet që shumë shpejt të nisë punën edhe për ndërtimin e skuadrës së re, që do të përfaqësojë qytetin e Vlorës në kategorinë e parë.